Dhe natyrisht do të nisim me zhvillimet politike në këtë pjesë të parë, për atë se si do të garohet në zgjedhjet e 28 dhjetorit, me qenë se ka përfunduar afati i aplikimit. Kemi lëvizjen vetëndosur në koalicion, partitë të tjera kanë shkuar të vetme, ka shumë çka për të folur. Të ftuarit tashmë i kemi në studio, bashkë me neve janë Muhamet Bytyqi dhe Besnik Shabiu në studio. Mirë se ardhët. Mirë se vini. Ndërkohë pas pak në lidhje të drejtë për drejtë do të jetë edhe Ali Sefaj. Befasi e pritur kjo që pam apo jo? Po duket prej gjitha diskutimeve që i kemi pas këtu bashkë, nuk ka ndodhur asnjë befasi për asaj që e kemi pothuajse kështu që e kemi paralajmëruar. Asnjë parti politike nuk është që na ka arrit me bon diçka ndryshe prej parashikimeve. Kanë qenë pritura, besoj, ndoshta vetëm nisma është befasi. Nga ajo thonja e famshme e Fatmir Limës, nuk provohet pragu djem. Tash do të më ju drejtu zotrit Limaj, nuk e di ku është, në çka e ka bazu, po besoj. Çka ndodhi? Pse mendoni që Limaj e mori këtë hap? Le ta themi pak edhe këtë guxim për të shkuar i vetëm me nismën në zgjedhje. Nuk besoj që ka qenë guxim, është më tepër besoj që është mos konkretizim i marrëveshjeve të cilat kanë zgjatë gjatë gjithë kësaj periudhe, deri besoj në orët e vona kur është mbyll mundësia për me konkretizu koalicione zyrtarisht në KQZ. Pa mundësia për me gjetë një konsenzus me Lidhjen Demokratike të Kosovës, sepse besoj që ka qenë vetëm një parti me cilën nisma ka bisedu pak më seriozisht. Nuk besoj që PDK-ja ka qenë shumë e përfshime ose interesuar me pas pjesë listës nismën socialdemokrate, edhe në këtë rast mos konkretizimi, përkundër se kemi pas shumë parafrimeve edhe një gjuhë përbashkuese mes zotrit Abdigjiku dhe zotrit Limaj, megjithatë deri momentet e fundit është prit ndoshta të ketë një koalicion, po sigurisht ato kalkulimet e fundit kanë rezultuar që për Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk ka konvenu forma e një marrëveshje siç e ka kërkuar në këtë rast zotri Limaj. Dhe nisma në këtë rast besoj është një farformë është befasi për mua, që t'jam sy kësaj gare zgjedhore e vetme, marr për bazë edhe rezultatet e zgjedhjeve të fundit. Në herën e fundit kur ka garu vet, ka pas një përqindje shumë tolt në vitin 2021, se ka kalu fare pragun, mandej edhe në atë bashkimin me Aleancën, nuk është që elektorati e ka përqafu shumë si koalicion, dhe nuk është që, pra po themi, nuk është që pritet ndonjë befasi. Unë uroj që nisma me pas rezultatet mira, por paralajmërimet nga këtë studio na kanë dalë të sakta dhe nuk është që pritet me pas ndonjë rezultat shumë më të lartë se sa në herën e fundit kur ka garu vet. Nuk besoj që nisma mundet me kalu 2% në bosh parashikimeve, në bosh terrenit, elektoratit e kështu me radhë. Unë kam kogja dyshime që mundet me ju afru edhe 2% kësaj radhe. Të marim një mendim edhe nga opinionisti jonë, Muhameti, si e sheh këtë situatë? Ishte befasi që nisma shkoj vetë? Para disa kohë, po ata një status thash çka ka pas zgjedhjeve, zgjedhje. Me inframënyrë kemi një vit të zgjedhjeve të njëpasjeshme, të cilat mbas ministritetin e mori një epilog të se kush do ta udhëheqë Kosovën në 4 vjet të ardhshme. Mirë, po ajo që kemi pa këto ditët e fundit sa i përket koalicioneve, bashkëpunimeve, fillimisht u vrejt një interesim i kapitalizimit të çdo vote përmes mundësisë koalicioneve. Mirë, po fundin e pam që prap partitë politike secilit dominoi mbi mundësinë e bashkëpunimit apo konkretizimit të marrëveshjeve që potencialisht do të arrisnin votën për një subjekt të caktuar. Dhe i kemi këtë realitet cili me po mbron, edhe pse ende ka pak kohë për disa ndryshime sa i përket hyrjes në lista, pa koalicione. Do më thonë, ende loja nuk është përfundu, si të themi 100%, mirë pa ajo që është vrejt, kemi po që partitë politike ma shumë kanë pëlqy një lloj shkrirje brenda strukturave të tyre në lista, se sa koalicione kur ruhet identiteti partijak i subjekteve të vogla politike, të cilat në të kaluarën e kanë pas një zonë për karakteristikat e tyre që i kanë pas, siç janë alternativa, Guxo, PSHDK-ja, nisma, edhe plot lista familja, që së fundi u shkri në Partinë Demokratike të Kosovës, e subjektet të tjera të vogla.
Do më thonë, kemi këtë situatë cilën e kemi, 3 partit që paka shumë edhe u konfirmun si partit kryesore në Kosovë në zgjedhjet lokale para disa jave, paka shumë mendoj që janë me idenë që kjo është realisht edhe mbështetja reale tyre. A është një pyetje që vjen në këto moment, do më thonë, nëse pra partit janë të vendosura dhe duan që në këto zgjedhje ta mundin vetë vendosin kurtin, po e themi këtë kushtimisht, pse nuk po funksionojnë këto koalicionet, këto marrëveshjet, duke parë edhe ato që ka ndodhin në një vit, do më thonë në një vit të zgjedhjeve, pse nuk po funksionojnë? Unë mendoj që leksionin më të mirë partitë politike kanë marrë me rezultatin paraprak, se bashkëpunimet janë të domosdoshme, koalicionet janë të domosdoshme. Madje unë personalisht jam edhe idhëtar i mundësisë së bashkëpunimit dhe koalicionet cilat paka shumë përfaqësojnë më shumë strukturat të qytetarëve, se sa një parti e cila ka krejt shtetin dhe e dominon. Do të thonë mundësia e koalicione ose bashkëpunimeve është mundësi edhe e shkëmbimit të vlerave që përfaqësojnë këto parti politike për cilat po flasim. Mirë po, jo rrallë, partitë tona kanë ditë me bo bashkëpunime dhe të ekstremeve të ndryshme. Për shembull, në një listë i gjenë partitë cilat mbrojnë vlera demokristiane, parti islamiste, parti liberale, parti të djatha, parti të majta. Që si pas juve kjo nuk shkon fare, Në një situatë normale, në një shtet me demokraci të konsoliduar, me parti të mirë organizuara demokratike, ndarjet ideologjike janë ndarjet që paka shumë e përcaktojnë edhe kush shkon me një listë. Ne kemi po, do më thonë, një lloj përzierje të ideologjive ose të besimeve, të vlerave në të cilat besojnë partitë politike, në ato vlera që i kanë, dhe kemi po kombinime nga ma të panatyshme deri tash. Mirë po, mendoj që elektorati e ka mundësinë që paka shumë të ristrukturoj ose riorganizoj edhe skenën politike, edhe partitë politike, sepse siç e dim, organizimi i partive politike ose vlerat e partive politike derivojnë edhe në vlerat e shtetit të shoqënisë. Në fund të ditës, ata njerëz të partive udhëhecin me digastero ose me shtetin. Na kemi pas një vit që kemi dëgjuar kritika prej të dyja palëve. Dhe me që përmende elektoratin, kush mendon që e ka bindë më shumë elektoratin se gjatë gjithë kësaj kohe e ka blokuar procesin? Nëse dëgjon vetë vendosin këto kohët e fundit, janë të bindur që natyrisht në zgjedhjen e 20 dhjetori partitë të tjera do ta marrin ndëshkimin nga njerëzit, nga populli me votë. Kush u bind, kush e ka bindë më shumë, kush i ka bindë njerëzit më shumë që e ka blokuar vendin në gjithë këtë vit? Se kush i ka bindë mbetet të shihet. Po kush e ka përgjegjësinë mbi bllokimin e procesit, unë mendoj që ai që ka fuqinë më të madhe, gjithmonë e ka përgjegjësinë edhe më të madhe me gjatë zgjidhje. Edhe unë mendoj që këto në këtë rast lëvizja vetëvendosur është dashme tregu kapacitete për bashkëpunim edhe për koalicione dhe mi ia dhon shtetit Kosovës një qeveri të cilën qytetarët të cilët e kanë votuar me nënshkurt e kanë besuar që ja vlen edhe një mundësi për lëvizjen vetëvendosur. Mirë po, siç duket, vetëvendosës nuk i ka mjaftuar një mbështetje thjesht, domthonë një fuqi 60+1 vot, dhe nuk ka edhe pse ka pas mundësinë me ndërtu një koalicion, nuk e ka bërë sepse me një farë mënyre ka qenë pak e pakënaqur me mbështetjen që ka marrë, edhe pse qytetarët gjithmonë e japin atë verdiktin se ata besojnë dhe ai verdikt, ajo mundësi, ajo liri e votës do duhet të jipej në çdo rast, në çdo palë zgjedhje për të përcaktuar fituesin. Po është vlen mu cek se prej përfundimit zgjedhjeve në shkurt, narracioni që e ka ndërtu lëviz, që ka tentuar me ndërtu lëvizja vetëvendosje pas përfundimit zgjedhjeve, ka qenë një farë formati me imponu një lloj koalicioni me cilën do prej subjekteve politike që ja kishte siguruar shumicën në kuvend, edhe ja kishte siguruar edhe votat për kryeministër, edhe votat, domethënë, për qeveri edhe për president, sepse e ka ditë që në një periudhë shumë shkurt kohore na presin edhe na pret edhe puna për zgjedhjen e presidentës, kështu që tentativa për me imponu një lloj koalicioni nuk i ka rezultuar me sukses, sepse asnjë imponu, në çfarë forme tash? Me imponu, ta rikujtojmë çka ka bërë. Po tentojmë me qartësu. Ideja është që gjithsesi me tërheq një parti politike, me kërcënu me anë të zgjedhjeve treja që mund të vinë shumë shpejt, që nëse njëna prej jush nuk bëhet pjesë e një bashkëpunimi tashëm, atëherë
qytetari kam ju dënu me votë sikur se ka ndodhur në rastin e zgjedhjeve të vitit 2021. Por atë të kohë ka tentuar vetëvendosja me ndërtu çdo lloj narracioni tek votues. Dhe mandej kur e pa që nuk ka asnjë gjasë reale që të ketë një koalicion me asnjërin prej partive, qoftë edhe me nismën socialdemokrate, filloi e ndroi narracionin me idenë e viktimizimit dhe me dërgu me shty sa ma tutje situatën, si që kemi që e pa dhe vetë që nuk është që ka ndonjë gatishmëri dhe as vetë nuk kanë qenë gatshëm që me u fut me njerë në listë në garën e radhës zgjedhore. Por që ka ndodhi gjatë rrugës dolën shumë probleme, normalisht e tha Muhameti, është përgjithësi, është normale që është përgjithësi e partisë më të madhe në vend që të krijojë një bashkëpunim, sepse 48 deputet ti kesh në Kuvendin e Republikës Kosovës dhe mos të arrish ti as ta konstituosh realisht periudhë gjatë derisa e kemi konstituuar Kuvendin, mandej ato pengesat në qoftë me për zgjedhjen e nënkryetarëve, me pengesa pa kurfar kuptimi, por gjithmonë ishte tendenca dhe me kriju një narrativ tash të re, që apo e sheni që ne jemi dudash me kriju institucione, po kërkush prej opozitës nuk po vjen me neve. Kështu që ma vonë na dolen disa në rikujtim se sot është e pamundur më na ik diçka që është e regjistruar, i pom vetë subjektin e lëvizjes dhe vendosje, në këtë rast njëri prej tyre ishte zotri Konjusa që para disa vitesh duke në Kuvendin e Kosovës duke thonë që si po pret partia më e madhe në kuvend që opozita t'ja siguroj në këtë rast shumicën dhe t'ja bëj qeverin. Pra, në asnjë vend botës, unë pajtoj shumë atë që e ka thonë zotri Konjusa, që në asnjë vend botës opozita nuk ja bën në këtë rast opozitës në tentativë nuk ja bën votat për qeveri, por është vetë përgjithësia e partisë më të madhe me numrin më të madh deputetëve që tentoj ta gjejë një konsenzus. Dhe krejt vonë tashmë për me dalë te kjo që e diskutuam, cila parti është vendos në një platformë ku është shigjeta, kush është fajtori, normalisht pajtojmë ato që tha Muhameti është data 28, por po e shohim që partitë politike asnjëherë nuk janë të larguar prej gojës këtë narracion, por gjatë gjithë kohës pjesë e fushatës është që këta janë bllokues, këta nuk na në një orë opozita thotë që këta i kanë bllokuar institucionet. Është një problem të cilin duhet ta kuptoj secili politikan në Kosovë, se edhe kushtetuta, edhe gjitha ligjet, edhe ligjet e veçanta që i kemi, të gjitha janë bërë nga ekspert ndërkombëtar dhe nuk janë bërë nga ekspert e Enver Hoxhës. Janë bërë nga ekspert ndërkombëtar të cilët e kanë ndërtuar një sistem i cili e pamundson shkeljen e tjetrit. Domethënë një sistem që i ruan dallimet, qoftë dallimet etnike, qoftë dallimet politike. Dhe në momenti kur ti hyn në garë përmes këtyre ligjeve, ti duhet të jesh i vetëdijshëm se këto ligje ta imponojnë bashkëpunimin. Sepse është zgjedhja e presidentit, është votimi i disa ligjeve të veçanta, janë rujtja e dallimeve sa i përket përfasimit etnik, janë fuqia votës së dyfisht të minoritetit serb në veçanti, domethënë të gjitha këto dallime dhe ky mekanizëm ta pamundson shkeljen e tjetrit. Dhe logjika e politikës duke e shkel tjetrin, ose duke e dominu, ose duke e zhduk, po quj kështu politikisht, mendimin, idenë e tjetrit, është problematike dhe nuk sjell dome për shoqërinë, përkundrazi sjell bllokadat të cilat i kemi pa, e cilat do doja shumë që mas 28 dhjetorit të mos i shihim. Realisht kjo veç është konsum i kohës, sepse është absurditet me u prit që me një palë zgjedhje tjera në Kosovë, në këto rrethona, një parti politike mund të ketë rezultat mbi 50% siç ka ndodhur në zgjedhjet e vitit 2021. Ne kemi pas një realitet komplet tjetër, nuk ka të bëjë kurrë me realitetin e sotëm. E kemi pas një parti politike e cila ende nuk ka qenë, si themi ne, e provuar në skenën politike. Njerëzit përkundër se i kanë njoft individët dhe është pak a shumë është krijuar një lloj ideje se sa mundet me u arrit në aspektin e përgjithshëm të rezultateve. Megjithatë, gjithmonë është ajo ideja që kjo parti ende nuk e ka konsumuar drejtën e saj me udhëheqje me institucionet, ja japi mundësinë. Për këtë arsye edhe fluksi qytetarëve për me përkrah një subjekt, unë besoj që ka pasur edhe shumë individ të pakënaqur të partive politike, qofshin Lidhjes Demokratike, PDK-s, partive të tjera, votues që ndoshta të kaluamën edhe kanë hezituar me dalë në zgjedhje, kanë thonë hajde, okay, ta provojmë edhe një alternativë të re. Por tashmë jemi në një momentum komplet të ri.
lëvizja dhe vendosje tash është pushtet më shumë se e kaloi edhe 5 vjet me aspektin e qeverisë në detyrë. Po me që përtuar të Besnik, mendon se do të ketë rënje lëvizjave të vendosje, nuk do të ketë rezultat të ngjashëm si më herët? Tash te kjo pjesa e përqindjeve, unë besoj që është tepër shpejt që skena politike me pas lëvizje të mëdha. Aty këto në mendoj që mundësit e lëvizjes mendoj janë 5%. Domethënë lëvizjet plus minus subjekteve politike mund me lëviz jo më shumë se sa 5%. Do të ishte krejt absurde për një periudhë kaq shkurt kohore me u ndërtu krejt një ide e re, një narracion i ri, një kauze e re, sepse nuk është që po shohim edhe realisht në një farë kauze të partive politike, e vetëm ja kauze blokada. Domethënë keq ka po i shohin, tash me kauzën e blokadës, unë nuk mendoj që qytetari atë shumë ka mu një farë ka mu impresionu edhe ka me thonë, okej, unë përvetoj që subjekt politik se fjallën blokad, ky për thotë më mirë, se ky tjetër. A mendoj që qytetari ka me dhënë numër më të madh ajo, apo do ndikoj kjo që mbas edhe në këto zgjedhje kemi pas ndonjë interesim shumë të madh me dalë. Unë mendoj që ka urujt, përgjithsisht qytetarët e Republikës Kosovës janë të përgjithshëm në përzgjedhje. Përkundër që kemi probleme me listat zgjedhore, nuk pastrohen, nuk bëhen update gjatë gjithë kohës, përgjithsisht 70-80% e qytetarëve votojnë gjatë gjithë kohës. Unë nuk mendoj që ka me pasur një diferencë shumë të madhe prej kësaj. Jemi të pasionuar pas politikës. Unë mendoj që kjo është vlerë e demokracisë, realisht konsumimi i drejtës për votë, domethënë është mendoj që pi vlerave kryesore të demokracisë dhe ne asnjëherë nuk do të me u nxit prej disa thirrjeve që po i shohin për rrjetet sociale, unë e bojkotoj, nuk është kurrë logjike me bojkotu një drejtë që ty tipet, edhe është ajo e drejta kryesore që ta jap me përcaktu fatin tënd për një ndoshta për 3-4 muaj të ashëm, se është problem tash me thonë për 4 vite. E thamë që blokata do tjetë, edhe nga ajo që po thoni, do të shohim do tjetë një lloj kauze në këto ditë të do tjetë fushata, kush e ka bllokuar në fakt procesin. Por çka shohim në rrjetet sociale gjua goxha shumë është ashpërsuara. Kemi parë nga Adriana Matoshi, e cila fakt nuk po kurson askëm, siç edhe të tjerë nuk po e kursejnë atë, madje me ofendime e me statuse me fjalë shumë të rënda. Si po e shihni këtë gjuhë që tashmë ka nisur në rrjetet sociale? Jo që është diçka e re, po gjithsesi është shumë aktuale. Para se me vazhdu me gjuhën, mendoj që është shumë rëndësi me ritheksu që zgjedhjet mund të kenë befasi, sepse paka shumë partia në pushtet i ka konsumu shumicën e metoda, për shembull, jo në kërkon mbështetjen e mjaftueshme, voton në 50%, qytetarët ja kanë dhënë 50%. Prapë nuk ka ndryshuar asnjë gjë. Ka vazhdu prapë me diskursin e kërkojmë mbështetje maksimale. I du 500.000 vota. Prapë qytetarët e kanë marrë vendimin cilin e kanë marrë. Qytetarët realisht ja kanë dhënë mesazhin që duhet të bashkëqeverisë. Ajo çka këtë doja të them. Ato që qytetarët i kanë thonë tekstualisht secilit bashkëpunimi është i nevojshëm. Sistemi jon e imponon bashkëpunimin. Dhe mendoj që argumentet thjesht qytetarët s'kan çka japin më lëvizjes vetëvendosje më shumë se sa i kanë dhënë deri tash. Kështu që vetëm mundësi është që në këto zgjedhje të mos keqpërdoret mundësia publike, të ruhet niveli gjuhës, të mos vazhdohet ai diskursi i zonës Matoshi. Niveli gjuhës sigurt nuk e kishte e cila për shembull ka arrit deri në pikën sa edhe një njeriu shumë patriot të respektuar siç është zoti Haradinaj ta identifikoi me element problematik për shtetin e Kosovës dhe mendoj që mbas unë do të prisja një reagim edhe nga shoqatat e luftës edhe nga vetë familjet emblematike të Kosovës në mbrojtjet e zotit Haradinaj, sepse zoti Haradinaj është njëri i fundit që mund të akuzosh si jo patriot, për shkak se ai me gjakun e tij dhe të familjes tij e ka dëshmuar përkushtimin për Republikën e Kosovës. Dhe këto mendoj që edhe lëvizja vetëvendosje do t'i bën të nder vetës, sikur të distancohet nga gjuha e zonjës Ardiana Matoshi dhe gjuha e njerëzve të tjerë të cilët nuk kursejnë asgjë vetëm për të helmu opinionin publik me një diskurs negativ edhe depresiv edhe për votuesi, se në fund ditës njerëz dalin me votu për projektet, do duhej të dilnin për aeroportin e Gjakovës, do duhej të dilnin të votonin për fondin sovran, do duhej të dilnin të votonin për bankën zhvillimore, për ato projekte të cilat janë proklamuar dhe s'janë në horizont. Dhe unë mendoj që gara dhe diskursi dhe fushata duhet të orientohet në projekte konkrete edhe të partive opozitare, po edhe të partisë që deri tash ka qenë në pushtet,
për atë që bojnë 4 vjetë arshme dhe për atë që se kanë bo gjatë mandatit që e kishin. Besnik, një koment për realisht, Zonja Matushi? kur merë Zonja Matushi ka pas që 2 radhë, ka një numër të konsiderueshëm të votave që i merë prej qytetarëve të Republikës Kosovës, do në mendoj që njerëzit e cilët me votë shpërblejnë prej qytetarëve janë të irën aty edhe për me ndërtu një standard edhe të komunikimit, edhe të vlerave të cilat du të mi reprezentu në emën të Republikës, sepse jemi të folë për një deputetit të Republikës Kosovës, tashmë ishtë deputete për shkak që veç është marrë mandati, por përgjithsisht e kemi pas në 2 legislatura, dhe më thonë rëzgjedhë dhe ka marrë besimin e qytetarëve të Republikës Kosovës, dhe më e pakta që mund të bëjë një deputet e Republikës Kosovës është me rujt standardin e vlerat e Republikës që përfaqëson. Me këtë gjuhë, normalisht që një farë gjuhë tu tentu me kriju show ma shumë, se sa me dhonë përmbajtje, pa kur farë logjike, ma shumë me... Me që fjallën shpesh s'po e merë në kuvend. Ideja është ndoshta me ushqy... Shumë e thonë që kjo së është gjua Adriana Matoshit, është gjua e vetëvendosjes. Unë ma shumë jam i shqetësu me narracionin që është dosh me ndërtu vetë lëvizja vetëvendosjes, sepse në këtë rast Po, na e dim që asë nuk i shkru në statuset vetë. Si një për njerëzve maj... Unë e posh një kronik të shtaqit në brom, edhe menoj që edhe qytetarët dhe duhet të shinin atë, sepse aty reflekton kundërthonja e madhe se një deputete që i merë me 1000 euro të taksat qytetarëve për 5 vjetë, nuk flet në kuvend, aty ku ka vendin të flet vetëm 11 herë gjatë 5 vjetëve, dhe del e ndot hapësirën publike me statuse që as vetë si shkruan, e cilat mas po këti i bojnë dirë edhe asaj, edhe parti saj. Po, e ke fjallën për një kronik që ka qenë edicion të mbrëmjes, që e bërë për mbledhje të zonjës Matoshi. Ma mirë e personalitetit e zonjës Matoshi edhe vërëmtarisë saj, sepse kronika është flet për atë që ajo ka bo. Është një për mbledhje. Tash, do të medalu, jemi të folë me ndo anash Adriana Matoshi, deputete e Republikës Kosovës, dhe Adriana Matoshi si individ. Adriana Matoshi si individ s'kish mujt me paraqit problem. Fund ditës e kish dhënë mendimin e vetë në rregullash, por tash është përfaqësuese, do të thonë përfaqëson një subjekt politik, plus i përfaqëson edhe një numër të madh qytetarë të Republikës Kosovës që ja kanë dhënë besimin. Është një figurë në anën tjetër që ka qenë shumë e respektuar në skenën kinematografike, domethënë njerëzit i kanë absolutisht, domethënë njerëzit e shumë çmimeve. Kjo nuk mundet me u mohu dhe njerëzit gjithsesi nga këta individ së paku që mund presin është një standard edhe një gjuhë shumë më e lartë. Tash këto normalisht përgjithësia hudhet edhe tek Albin Kurti, kështu kushtimisht si kryetari i lëvizjes vendosje, nuk po flas si kryeminist ose diçka. Albin Kurti nuk do të me leju cili standardi në brenda partisë tij. Ai më nuk është lëvizja vetëvendosje, nuk është më një parti e thjesht që ka dalë në përrrugë, ka gjujt gur, që ka sulmu institucione. Sot është një standard i ri. Ata do të me kriju një standard komplet tjetër për partinë që përfaqësojnë. Kam pas 51% qytetarë të Republikës Kosovës që kanë votu, i kanë marrë 42%. Tash jemi të folë për një situatë krejt të re. Dhe nëse kjo përqindje, ky besim i qytetarëve përkthehet në këtë format, në këtë gjuhë, në këtë ide, në këtë narracion, në këtë përçarje, të jeni të bindur që kjo nuk zgjat shumë, sepse qytetarët kanë me pa realitetin dhe të jeni të bindur se sikur se kemi pas rënje në zgjedhjet e fundit, përmes kësaj gjuhe nuk mundesh me depërtu të qytetari normal i kësaj republike. Sepse në fakt është kriju themi kështu një ministerial në profilin e Adrianës, me shumë episode që gjithë kohës bën statuset dhe i kundër përgjigjet të tjerëve, ndërkaq në anën tjetër. Unë jam i befasuar, sektori ka probleme me regjistorin e ri. Mendon që ka një regjisor prapa këtyre statuseve? Ai regjisori mendoj që me 28 shkurt duhet. E pse për shumë Adriana Matoshi, se në vetëvendosje ka edhe artistë të tjera që i takojnë domethënë botës artistike, le ta themi, pa përmendur, përse e një njerëz. Pse Adriana Matoshi është le të themi në këtë vlugën e këtyre komenteve dhe këtij debatit të fortë. Edhe interesant është që thash e ka ul lojën, e ka ul standardin e lojës politike, lëvizja vetëvendosje, sepse nuk besoj që ndaj figurë tjetër që është pak me mendikim kish pranuar shumë lehtë me ra pjesë e kësi një lejt debatis e diskusi. Nëse analizën njerëzit të cilët janë ma toksik në skenën në ashpërsin ndaj kundërshtarëve, ndaj opozitës, kryesisht një njerëz që kanë shku shumë vonë në lëvizjen vetëvendosje. Ata dojnë pak me cilët dojnë mu dëshmu para partisë që na jena të përkushtuar. Mirë po, ata harrojnë se politika ose përgjegjësia politike e publike është edhe individuale. Në fund të ditës njerëzit sot po merret në anin konkret asaj, edhe s'po merret askush as me regjisorin,
apo regjisorën, se mund tjetë edhe grup, as me ata tjerë të partisë cilë të e ndërtojnë atë narracion për polarizim skenës. Këtë betejë po bëhet mu polarizu skena edhe me ro argumentet poshtë. Po, nëse është ajo regjisore për cilën po flitet, ajo e ka dëshmu vetën qysh mati në lëvizjen vetëvendosje, prandaj qëndron kjo prapa, Jo, po mirë e ka, se jam kryesisht për urje të reja, të cilat kanë ndarë në legislaturat e fundit. Nëse sheh Kur'an Muratin me gjuhën e tij, arrogancën e tij, nëse sheh deri dikon me Fail Bajqinovsin, nëse sheh kryesisht janë aderime më të vëndshme të cilat tentojnë me kriju një farë. Jo, këta janë oportunista, kryesisht që i kapën çdo lloj pushteti. Edhe mos u befasoni nëse nesër fiton një subjekt tjetër, ata prapë do të jenë pjesë e qeverisë ose e strukturave vendimore. Sa ata pa pushtet nuk mund me jetu. Ta komentojmë pak edhe vendimin e PZAP-s që e ka marrë për bazë ankesën e Lidhjes Demokratike të Kosovës kundrejt votimit për diasporën, Po në ambasada. Muhamedi e tha diçka, gjithçka që është në kuadër të ligjeve të rregullore në fuqi, nuk është diçka e cila në varë forme do të më pa për të keq, thjesht është vërtetu që Lidhja Demokratike e Kosovës në kërkesën e saj ka pas të drejtë. Unë e kam pa edhe dje dhe sot shumë reagime që kanë dalë kryesisht prej subjektit lëvizjes së vendosjes, siç i thoni po luftohet diaspora, kjo është absurde, aty nuk pash kur gjë që po luftohet diaspora, përkundrazi po i jepet mundësia që të bëhen votime nëpër konsullata e kështu me radhë, po ashtu ne e dim që në periudhat e fundvitit një numër i madh i mërgjimtarëve e dim që vinë edhe direkt në Kosovë që e shfrytëzojnë votën e tyre edhe në formë fizike, nuk e di që s'kom pa ndonjë ankesë në atë formë për ndonjë mërgjimtari në një pengesë të votimit. Gjithë ata të cilët e kanë vullnetin me votu janë të lirë me votu, qofshin ata që nuk mundën me ardhur nëpër konsulatat atje ku jetojnë, qofshin ata të cilët në forma fizike vinë në Kosovë për mi kalu dhe pushimet e kanë drejtën e tyre absolute, kjo nuk është as një pengesë, sa herë që PZAP-ja edhe secili institucion do të më kriju një standard definitivisht që kur institucionet tona ligjore marrin vendime, nuk jemi aty më për me i, unë muj me pas kundërshtime për shumë çështje caktume që mos me u pajtu, por momenti që organi kompetent thirret edhe jep vendimin zyrtar absolutisht gjitha zonat tjera. Ama edhe për diasporën lufta veç se ka nis, po shohim cila parti duke thënë që ajo parti nuk e ka në fokus diasporën, më pas kundër reagime gjëra të tilla, pat edhe nga LDK një reagim të tillë. Edhe për diskutimet për zgjedhjet lokale që kena pas këtu në të shtatsh ditën e zgjedhjeve, po edhe në media tjera vazhdimisht jam i thorë dhe i kam insistuar që është shumë i rëndësishme murujt procesi dhe murujt integriteti i zgjedhjeve. Sepse në këto institucione... Por në përgjithësi kjo po ndodh. Po, nuk duhet mu sfidu. Për shembull, votimi në restorante, në xhamia, në kisha, në dyqane, në zona hapësira ku do të më bëjë situacione valide. E para punës është e ul integritetin, besimin në zgjedhje, edhe e dyta i hap mundësi keqpërdorimi financiare në diasporë, sepse na e dim që me gjithë përpjekjen, me gjithë angazhimin është kogja problematike me menaxhu ose me kontrollu diçka që ndodh me një vend tjetër. Dhe unë mendoj që edhe në konsullata, edhe në ambasada ku votohet, partitë opozitare duhet të jenë shumë vigjilent për procesin, sepse unë personalisht dyshoj që ka keqpërdorime të votës së diasporës dhe ka pamundësi të formave të ndryshme të verdiktit direkt të qytetarëve. Na e dim që në diasporë ka edhe opozitar, ka edhe familje opozitare, ka edhe njerëz, për shembull kemi pas plot kandidatë të diasporës të partive opozitare, cilë kanë garu që janë afares shumë njohur në diasporë. Dhe unë mendoj që realisht s'është përkthy shumë mbështetja për ata, duke e kontestu pak a shumë edhe krejt procesin zgjedhor që mohet në to. Ajo që po du me thonë është që për me rujtë integritetin e procesit, përveç institucionet pavarura, KQZ-s, edhe vëzhgust, edhe komisionerët e partive opozitare duhet jenë gjithçysh në ato ambiente, sepse potencialisht mundësia për mu keqpërdor vullneti i qytetarëve jashtë Kosovës është jashtëzakonisht e madhe. Edhe ky insistimi me çdo kusht mu kriju që ky polarizimi diaspor Kosovë është problematik sepse funditës diaspora janë qytetarët e tonë, diaspora janë njerëz të tonë. Është pa e prekshme gjua. Unë vetë personalisht kam jetuar një pjesë tjetër tam në diasporë dhe
Se ka marrë një reagim nga Lumira Abdigjiko pas vendimit të PZAP-s, edhe thot që është e frikshme që pa fakte me propagandë, si që dim vetë ata, mashtrimi u është bërë me nësisa, dhe vërteta është që nga caktimi datës së zgjedhjeve dhe deri më sot VV po tenton që në çdo mënyrë të ndërtohet një sistem i manipulimit të votave. Sepse sipas tyre kjo kërkesë e lëvizjes vetëvendosje ka qenë që të kenë mundësi të manipulojnë me votat. Paktën detyra e Lumira Abdigjikut edhe e Bedri Homzës edhe të gjithë tjerëve është që me kriju mekanizma për me mbrojt votën e qytetarëve. Në fund ditës unë prej studios nuk mund më mbrojt votat Lumira Abdigjikut. Po janë këto mekanizma? I kanë ndek në ndek të veta që reagojnë, që funksionojnë për... Për shambull, na e kemi... T'ja vletësoj pak. Ose pat kritika në Mitrovic, për shambull, nga Partia Demokratike e Kosovës, që nështë s'kam bëm mjaftueshëm që ti evidentojnë ato problemet që dolën me numrat e Partia politike është që gjatë kohës, kur ato jenë në opozit, me ndërtu mekanizma, me ndërtu struktura të fuqishme, të cilat e mbrojnë integritetin edhe mundësin e votës, edhe në funditës jo vetëm e bin votën për partinë e vetë, po dhe mbrojnë atë votë, sepse në shumicën e demokracive të reja, është pushteti gjithmonë ka mekanizma manipulative. Çka pretni ju prej diasporës? Çka është më rëndësi tjetër partitë opozitare, përkundërse nuk është vjedhje votës veç as vjedhje fizike. Vjedhje është edhe manipulimi. Sigurisht. Një pjesë tjetër që kanë përgjithësi partitë opozitare është me luftu që gjuhën përmes cilës po tentohet me u thirr diaspora me votu, përmes një gjuhë tepër të vrash, tepër të ullët, tepër jo korrekte, duke pretendu që hajdeni me pështu Kosovën prej kujt, prej opozitës edhe listës sërbe. Ky naracion që ka tentu me ndërtu këto mujtë e fundit dhe gjatë gjithë kohës, lëvizja vetëvendosje, unë mendoj që është një punë tjetër, angazhim shtesë me cilën kam punë partitë opozitare. Fatkeqësisht, po jep rezultate, ka dhënë rezultate edhe në disa polë zgjedhje me radhë, edhe jo të zgjedhjet lokale. Jo, të zgjedhjet lokale kemi thonë gjithmonë që është komplet po kemi pas pak ndryshim të mbështetjes nga diaspora. Është interesante që tash dorën zemër edhe në zgjedhjet e fundit nacionale, vota e diasporës që ka ardhur përmes postës, goxha ka qenë vote e shtrime, realisht Lidhja Demokratike e Kosovës ka marrë më shumë vota. Po ka qenë e shtrime, por po flas edhe për ata të cilët vinë me votu fizikisht. Sepse këtu është një numër goxha i madh dhe mbas disa tash s'po du me unë shuk shtu në spekulime, po në bazë disa sondazheve që kam arrit me kove të fundit me i po e kuptoj pse është gjithë kjo iniciativë që me ftu sa ma shumë mërgatën me votu. Sepse po shihet që me gjithat, janë disa lëvizje mbrenda skenës politike sa i përket votës vendore. Por nuk është më çaj disponim i qytetarëve për me pas përkraje ndaj një... Diçka kemi kuptu, gjatë këtij viti kemi bashkë me Ajdin këtë studi kemi pasur shumë argëmtar, po edhe lidhje të drejtë për drejta që kemi folur për çështje politike. Meqense e ceka atë që po bëhet thirrja hajde shpëtoni Kosovën. Ajo që ka kumrejt personalisht unë është që diaspora është shumë e vetëdijshme se çka ndodh në Kosovë. Edhe është shumë e vetëdijshme edhe me probleme madje lokale, jo vetëm të përgjithshme dhe të pushtetit qendror. Të paktën nga ato që i kemi dëgjuar. Tash nuk e dim se si përkthehet në votë. Madje po sjellin më shumë se këtu në Kosovë. Kështu që dy tema që realisht në ndërtimin e krejt diskursit janë përdorur vazhdimisht, është kjo ideja shpëtimtare të Kosovës, po është pa që Kosova në 99-ën e ka kryer atë problem. Besoj që NATO bashkë me UÇK e kanë përmbyllur atë kapitull, dhe dy është një diskurs se njerëzit që janë diasporë, një pjesë e tyre, sigurisht që jo mungon vendi vet. Është gjoja më normale. Dhe e kanë një emocion pak më të veçantë. Edhe këta zakonisht e kanë ndërtuar një diskurs se fakti që jeni atje ekziston një fajtor. Edhe fajtori janë qeveritë e mëhershme. Gjë që s'është e vërtetë. Fajtori është krejt zhvillimet që kanë ndodhur, deindustrializimi viteve 90-ta, lufta, zhvillimet jo shumë qëndrueshme, unmiku, deri në vitin 2008 na nuk kena kon shtet fare. Domethënë na kena 2 dekada probleme të cilat ju kanë pamundsuar njerëzve me ik. Se njerëz po ikin edhe në qeverinë e Albin Kurtit. Po edhe diaspora, nuk është diaspora ka shlet e manipulueshme. Jo, diaspora ja ka përdorur qit sentiment. Është përdorur çik sentiment. Edhe ideja për shembull unë janë njerëz në Prishtinë që i mojnë 4 puna. Të kohën është punë. Shokët me, shoqet mia. Edhe sigurisht ajo ka një vetur të mirë, ka një shtëpi të mirë se punon njëri. Njëri s'nalet asnjëherë. Edhe këta i thonë, jo, këtu gjithçka që është bën në Kosovë, është bën duke vjedh, duke manipuluar, duke
Edhe kjo, edhe normalisht një pjesë e njerëzve në diasporë nuk është që kanë edhe shumë mundësit për shkak se e marrë një punë, ka shumë toksat larta, i ka sfidat e vendet ku jeton. Edhe që këj sentiment është përdorë, do mo sentimenti i shpëtimit Kosovës, edhe sentimenti i këta në Kosovë janë shumica e bojnë pa drejtësisht pasurin, e ka ngjallë në të kaluar një farë sentimenti, po mirë, po kjo është kuptu në ndërkohë se e vërteta del në shesh. Ku jemi të diaspora. E kemi zotën Sali Regjaj, gjithsesi. Zotri Regjaj, mi se vini në Kosova Live. Përshëndetje shumë. Ishim duke diskutuar pikërisht vendimin e PZAP-s, edhe natyrisht që dëshironin të merrnim një mendim nga ju, me që edhe ju jeni nga diaspora edhe keni thënë gjatë gjithë kohës se do të votoni. Po, do të votojmë, kjo vendimi është shumë i drejtë, sepse edhe zgjedhjet kur mahen në Zvicër nuk përdoren në objektet private, nuk përdoren vetëm shkollat, kryesisht masi shkollat e kanë rrjetin më të shpërndarë në çdo fshat, në çdo qytet, çdo lokalitet, vetëm shkollat kryesisht përdoren, ose mënyra me postë. Po nëse përdoren këto themi objekte tjera, cilat janë rrezikshmëritë, nuk ka monitorim apo cilat mund të janë probleme që mund të shfaqen? Po është ndaluar, nuk mundet në objekte private sepse nuk e kanë siguri, nuk janë zyrtar, ato janë zgjedhje shtetërore i organizon shteti, nuk ka mundësi të organizohen për lokale të cilat ku më ditë se për çfarë se kur ndërtohet një objekt aty i përcaktohet veprimtaria, prandaj lokaleve, kafiqave, xhamive, kishave, ato nuk e kanë ato. Nuk e lejohet as në Zvicër, me siguri se do t'ju delte problem edhe me pushtetin këtu në Zvicër, me ligj do të kishin probleme, sepse policia me siguri se nuk do t'i lejonte një dille që të bëhen njerëz atje të një xhami të presin radhë, ta bllokojnë rrugën apo të një kish apo të një restoran i cili në ditë ka ditë pushimi. Është e pamundshme të organizuar ajo. Pse mendoni që lëvizja vetëvendosje insistonte që kjo mundësi t'ju ofrohej mërgjimtarëve për votë? Po e dinë se kjo nuk do të funksionojë, mas pari, e dytën e kishin për qëllim që t'i vjedhin votat më lehtë, sepse votat në ambasada janë vjedhë me namë shkurt, janë vjedhë në mënyrë masive. Unë kam qenë vetë votues në ambasadë, edhe kam brejtë se nuk e ka qenë e pa mundur që të ketë aq dallim të madh mes votave që janë na që kemi votuar në ambasada dhe votave të cilat janë dërguar me postë. Ka qenë një dallim shumë i madh, diku 80% të votave që janë hedhur për vendvotime në ambasada, në konsulata, i kanë taku vetëvendosjes, domethënë aty ka pas vjedhje masive. Zotëri Regjaj, nëse bën, për te pjesës që ndoshta pjesës vjedhjes, unë mendoj që për te kësaj është tentu me shku drejt asoj idesë që apesheni që ne po tentojmë me bë për diasporën lehtësira, ndërsa partitë e tjera nuk janë pro lehtësira, pa ato po dojnë me ja u komplikua. Mendoj që është edhe kjo pjesa e dytë, me tentu një farë forme me irritu pak diasporën kundrejt partive opozitare. Po vetë fakti se i caktuar zgjedhjet luftuar me gjitha mjetet që të bëhen zgjedhjet me 28, me kauzën se tjerët janë kundër se nuk vedojnë diasporën, ajo nuk vlezi, ajo solli një rrezik për ta se tash votuesit do të vinë me shumicë në Kosovë, ndërsa votuesit tradicional të partive tjetra, ato nuk i din këto teknikat me mu regjistru, se është bukur e komplikume, mu pranu regjistrimi, po unë për vete kam brejt edhe një pengesë vitin e kaluar, për shembull. Nëse njeriu ata që aplikonin për të votuar në ambasadë pranohej aplikimi shumë më lehtë. Ndërsa ata që tentonin që të aplikojnë me votën të dërgojnë përmes postës, një pjesës të madhe ju refuzua, apo nuk arritën fare të regjistrohen, sepse nuk e di filtrët atje nuk i ka përcerin, me siguri kanë qenë kurdisura. Ndërsa kjo është kauz, po, me akuzu parti tjera se ato janë kundër mergatës, që s'po na lojnë na po dojnë me votu sa ma shumë, këta po kërkojnë me votu sa ma pak. Sa ma shumë njerëz që dalin në zgjedhje, sa ma shumë njerëz, në këtë radhë pres se shumica njerëzve të vinë në Kosovë, se ata që janë të interesuar të votojnë. Edhe nëse hedhet vota drejt për drejt atje në kutitë votimit, atër me siguri se mundësia e vjedhjes së manipulimit është më e vogël. Kjo është vetëm një kauzë me akuzu parti tjera se janë kundër mergatës. Kjo nuk ka kur falë rrezik.
urna. Po flisni më herët për atë se sa është e manipulueshme diaspora në kuptimin duke u nisur nga gjua që përdoret në rrjetet sociale, por dhe gjatë fushatës. Edhe nga kontaktet tuaja që e keni në përgjithësi atje. Cili është disponimi i diasporës në këto momente, në përgjithësi për aktualitetin dhe për këtë bllokat që ke, dhe tani zgjedhjet që po vinë? Po unë mendoj se diaspora kësaj radhe është e lodhur me zgjedhjet, sepse u mbajtën këto zgjedhjet e katërta që po mbahen brenda këtij viti. Nuk besoj se do të ketë votim më të madh se sa herave tjera. Pastaj dihet se një pjesë nuk vinë në Kosovë mi kalu pushimet, por shkojnë nëpër vende tjera, sidomos gjenerata e re. Unë po them, unë për veti kam planifikuar pushimin shumë më herët. Për ata dhe vi, se sa për votime me siguri se kisha bërë gjitha të rrugë, nuk jam qaq fanatik që me dojë mos duhet të votoj nga diaspora, sepse na jemi të vetëdijshëm se votuesit 95% ose më shumë janë në Kosovë, dhe është plotësisht e drejtë. Në rrethana të rregullta votojmë diku 50-60 mijë, që do të thotë diku mbi 2-3 deputet. Nuk e vendos diaspora se kush është fituesi. Kjo është një mashtrim. Kjo vetëm na pe bojnë një përçamje edhe mes neve, për post tjerave pe bojnë edhe një përçamje të madhe mes diasporas dhe vendasve. Sa ata vendasi dikur po na akuzojnë se na po zgjedhim pushtetin, sa ata po mashtrojnë se na jemi neve na don diaspora, nuk i don parti tjera, edhe me atë logjik dikur po kemi dallim. Unë edhe pse jam kundërshtari vetvendosjes prej si kanë lind këta, nëse vinë në Kosovë mu më akuzojnë se e kam votuar Albin Kurtin edhe tash unë jam fajtor. Ndërkohë, a ka përçarje mes diasporës? Pa nuk ka përçarje as të madhe këtu se jemi tonë mas punës, jemi këtu papunësia është në 1% dhe kur kush nuk e ka as kohën më marrë atë shumë me politikë. Deri sa qasën e në rrjetet sociale, besoj, deri atë. Rrjetet sociale janë mashtrime, sepse aty është një njeri, janë këta të paguar që i kanë një person i ka 100.000 kontat falsifikuara dhe ata ulen gjithë ditën janë të paguar nga vetvendosja. Nuk janë ata në diaspora, ata janë diku aty rreth Dejona Mihajlit, ajo organizoni, i porosit kanë me sulmu, kanë me shantazhu, kanë me fy, kanë me... Unë i përcjeli këto që një kohë gjatë. Kjo Dejona Mihajli... A është kjo regjisori apo jo? Më saludajshëm në regjisore. Ajo është regjisori kryesor, dikur janë dame këto me ato... Jo, se në studio përmend një regjisore, po emna së përmendën. Pra pas statusave të zonjës Matoshi. Ajo është një rëndësishëm sepse është me i familjarë mosha e autoritetit kryesor, liderit suprem. Po, ajo qëndron mas të një organizime. Organizon mirë, po ka dhe fanatik partijak, nuk po them se nuk ka, po nuk është ka që madhë numri i tyre. Nuk është ka që madhë numri i tyre, se na jetojmë bashkë, punojmë bashkë. Besoni se shumë rrallë pysim dikon se cilën partijë voton, cilën partijë, se nuk janë, këtu jetojmë për shamë në Zvicër, jetojmë 350.000 shqiptarë, votojnë diku 20-30.000, është një pjesë shumë e vogël, edhe nuk ka kur farë mundësie me farë përçamje e madhe me ndodhë mes shqiptarëve shkaku i partive politike. Kjo nuk funksionon. Po mendoj që shumë është lajmi mirë ideja që në diasporë nuk ka kësi lloj përçarje të theksuara dhe mendoj që kjo është shumë e rëndësishme sepse në diasporë njerëz duhet të rrinë sa më shumë bashkë idesë shqiptare dhe kultivimit të kulturës shqiptare, ruajtjes së vlerave shqiptare dhe vlerave kombëtare dhe përfaqësimit të shqiptarëve në mënyrën më të dënë duke marrë rol në shoqëritë pritëse, se sa të merren 24 orë me Kosovë, sepse është humbje kohe, sepse me gjithë që merresh 24 orë prapë mundësia për me ndiku në jetën e përditshme kur ti për shembull i shërben një bankës në Zvicër si menaxher ose parlamentit lokal atë në Zvicër. Domethënë mendoj që fokusi kryesor i diasporës kosovare dhe duhet jetë përfaqësimi sa më dinjitoz përmes punës, angazhimit në vendet pritëse, duke dhënë shembull të qytetarisë, të kulturës, të vlerave të cilat shoqënia jonë edhe në ditët më të rana ka ditë mi demonstru në shtetet kryesisht në shtetet që ka numër më të madh siç është Zvicra, Gjermania. Prandaj nuk është edhe bashkë. Mendoj që shembull i diasporës do duhet merrej diaspora e Amerikës, sepse diaspora e Amerikës ka pas rol të jashtëzakonshëm në sensibilizimin ndërkombëtar të çështjes së Kosovës, por ty mos u imponu si
do me thonë, udhëheqës apo si përcaktues së fotit të kush e zgjedh. Thjesht ata kanë pas një agjendë, e kanë pas edhe kanë një agjendë kombëtare e cila e ka shtyr përpara agjendën e fillimisht sensibilizimit ndërkombëtar të çështës së Kosovës gjatë viteve 90, pastaj të pavarësisë së Kosovës, të luftës pavarësisë e kështu me radhë. Mendoj që tash diaspora Zvicrës dhe Gjermanisë, nëse po flasim edhe Italisë deri diku, që ka numrin më të madh, mendoj që fokusin kryesor do të duhet ta kishte të vendet pritëse, të zhvillimi i tyre atje, të bizneset të suksesshme atje, të lidhjet biznesore me Kosovën, të produkte që besoj që është, por në momentin kur diaspora është në Kosovë, vërtet është një vëmendje shumë e madhe, merren shumë me çështjet politike. Besoj e vreni këtë edhe ju keni familjar, edhe zoti Rexha besoj kur vjen politika është aty. Nuk ka gjë të keqe që edhe të merren. Problemin unë e shoh që shpesh janë të dezinformuar me situatën reale. Se për shembull askush nuk e din më mirë jetën që zhvillohet në Kosovë se sa njerëzit që çdo ditë ballafaqohen me taksat, që çdo ditë ballafaqohen me pagat, që çdo ditë ballafaqohen me komunikacionin, apo edhe me probleme tjera, për shembull na i dim edhe njerëz të pasur ka në pushtet edhe në opozitë, ka njerëz që mbase kanë abuzuar me pushtetin edhe në opozitë edhe në pushtet. Mirë po, kjo adresimi që vetëm dikush është fajtor është problematik. Domethënë mas miri elektoratit do duhej që njerëzit për shembull të cilët nuk i kanë shërby mirë Kosovës, ti nxjerr nga skena politike duke i votuar njerëz cilët janë më kredibil, cilët sepse listat i kanë 110 antar kandidat. Kur jemi tek lista. Aty është mundësia gjithmonë me zgjedh njerëzit më të mirë që ka. Për listat, me që i përmende, mendoni se do të ketë ndryshime në përbërjet themi kështu të kandidatëve nga partitë politike? Një prej sfidave më të mëdha që kanë kalu partitë politike në këtë fazë kanë me qenë listat zgjedhore. Sepse t'jeni të bindur që nuk ka me qenë e lehtë me marrë barën edhe përgjegjësinë në këtë zgjedhje, me ju futë edhe një herë garë, sidomos ata kandidatë të cilët nuk kanë arritur ndoshta për numra të caktuar të mos bëhen pjesë e Kuvendit të Republikës Kosovës, ta kemi parasysh që gara zgjedhore kërkon edhe aspekt financiar, sepse ka edhe kosto. Kështu që një numër i plus kemi pas edhe kandidat për deputet, të cilët kanë akuzuar edhe vetë partitë të tyre politike që ka pas vjedhje brenda partive, që zakonisht kjo është gjithmonë më problematike dhe do të jetë besoj goxha sfiduese për të nxjerr lista zgjedhore kualitative, siç jemi mësuar në kaluam, ndoshta zgjedhjet e fundit 2021 ka qenë më e lehtë sepse kemi ardhur për një periudhë më të gjatë të një qeverie. Ndërsa tash kjo periudhë shumë e shkurtë kohore, besoj që do të jetë një arre fort për krerët e partive politike që të nxjerrin lista sa më kredibile, se kush do ta merr përgjegjësinë dhe kush do të bjen në farforme karrem i kësaj periudhe kur po flitet gjatë gjithë kohës që edhe nëse kalon kjo situatë politike shumë lehtë më i pas për një periudhë shumë shkurtë kohore edhe zgjedhjet e tjera, kështu që po shoh këtë ditë po lakohen emra të ndryshëm për të qenë pjesë e listës, disa aderime kanë nisë, po shoh edhe se gjithë tash e theti më jetë, siç kemi edhe familjarë tonë miq nëpër diasporë, kemi miq edhe që janë pjesë e subjekteve politike, ndaj pavarësisht që ata e përfaqësojnë një subjekt ose jo, janë njerëz tonë, familjarë tonë, nuk do të më i po ndryshe. Po shihet që edhe brenda partive politike është të ekzistuar një lloj, domethënë një lloj pakënaqësie normalisht, po edhe një lloj frike kështu po e quaj kushtimisht të asaj që a kanë mi përgatit listat më të mira zgjedhore dhe a kanë me pranuar realisht kandidate të ndryshëm, të cilët ndoshta nuk kanë qenë pjesë e listave në zgjedhjet e shkurtit, a kanë me pranuar figura të reja tash që me një farforme me sakrifiku vetën dhe me u fut në listat e datës 28. Veç ma shkur se s'pju bjen rani me folë. Muhameti nga ka folë, se të shumë. Une të listat menoj që, me qenë se jena në fillim të procesit, menoj që partitë politike du t'jenë shumë kujdesshëm me listat që i nxjerrin dhe të jenë gjithashtu të kujdesshëm me disa emra të kontestuar në publik, apo të konsumun edhe me prapavi problematike. Për shembull, do të ishte mirë që asnjë njeri me akt akuz të mos jetë në lista, edhe pse aty procesi vet i përjashton mirë, po vetëm nëse ka me rujt pasërtin akuz në publik, edhe pse s'ka akt akuz, do duhet që ata njerëz të jenë jashtë lista. Njerëz që kanë abuzuar të kaluarën me pushtetin, apo që kanë pagat 1.000 euro e fëmijët e tyre vozisin kerë 70.000 euro, sigurisht që edhe ata për mendimin tim, edhe nëse s'ka një proces gjyqësor, mjafton që ka një proces
që duket, një farë Po ja bën ta gjykimin e popullit, a? Jo, gjykimin e popullit. Po ata njerëz po krijojnë probleme shumë serioze më shumë diçka se po pengon. Edhe pse, jo se e kumbotën një reagim për këtë pjesë. Nuk është logjike mirë me ndërtu në Po mos. s'mundesh ti për 5 vjet qeverisje si zëvendës ministër mu bo milioner. Po jo bre se nuk Se do të s'ka japona, kuptim, edhe nuk është vetëm për pushtetet e kaluara, po është edhe për pushtetin aktual. Son po flas për pushtetin do t'ja aktual. bëj gjykatësin kaq thjesht njerëzve, na e kemi po këtë ditë një narracion që e ka ndërtu një grup i caktuar me lëvizjes vendosje duke i targetu. Këtë rast ka qenë target edhe Lumir Abdigjiku, i cili dola ditë foltorën e Kuvendit të Kosovës. Unë po flas për njerëz që janë pasuruar jashtëligjshëm, jo për njerëz që janë pasuruar lehtëshëm. Jashtëligjshëm sipas kujt? Jo, sipas asaj që dihet, nëse ti torrash tua, si kaloj 1.000 euro. Nuk është mirë që kapitali është milion euro, aty ka një shpërputhje e madhe. Nëse ki një biznes, ki një punë, ki mojt 5 puna, është normale që ti po do të mos i verifikim se sa jo veç me dal me nshuni fjalë në publik, edhe mandej po gjykohen edhe ata Cili tjerë. narracion ty s'po të pëlqen? Po jo se po nshohni, unë e kuptoj, pajtoj plotësisht me Muhametin. Po kur po nshohet që në publik, mandej gjithkush që ka ndërtuar në këtë vend diçka, po bëhet objekt i akuzës. E po mdo kështë që besniku po e bën gati serenin, nga lista, po do të kemi prapë. Mua në stu. Zotri Rexha, nga lista çfarë pritim? A pritim në do një surprizë apo jo? A ju ka ftu di juve? Po unë kam pa që ka risinë për lista, vërtet partitë kanë marrë këtë punë shumë seriozisht, po rrështohen, po ftojnë aleat, po ftojnë njerëz të pavarur, njerëz me autoritet që të mundën me ndiku diçka edhe në lista edhe në zhvillimet ekonomike në Kosovë. Po them, është një mobilizim sidomos i partive ish opozitare, e keni pa Bedri Hamzave që i mori disa, shkojnë në Amerikë, pati takimet shumë të rëndësishme, Lumir edhe ai ka hap listën edhe pse pak me një tendencë, kush do në mu shkri, mundet me hinë liston, ajo nuk pëlqen mu, do të me rujt autoritetin edhe të partive, edhe të grupacioneve, edhe tjerëve që janë të interesuar në politikë, se jo çdo kush ka dëshirë vetë me një sigël të partisë caktuar, do të jenë koalicionet si para zgjedhore, si pas zgjedhore, nuk duhet të ushtrohen me diktat. Ndërkohë vetë vendosë çka prit ti? Sa i përket emrave 3, mund të ketë emra 3 apo jo? Apo mendoni që besune nuk kam pas se ka ndonjë prurje 3, tash ata me pru ata s'kan nevojë 42%. Nuk besoj si shkon dikush aty më rështu me Agim Baktirin, me këtë aktorën e me ata, se është një kompromitim, përse se njerë që ka autoritet aty, edhe nuk lejojnë ata, nuk kanë vend aty. Ata me se bojnë një listë për 500-600 vetë, atër mundën me pru dikan 3. Kështu me 110 ata nuk kanë vende, se janë vendet e rezervuara. Kështë s'ka surpriza. Faleminderit shumë zotri Rexha për lidhjen sot. Gjithashtu, ju përshëndes kalofshimi. Djem, për fund diçka. Për fund, urojmë që partitë politike të na japin listat sa më të mira, që qytetarët me pas mundësinë me vendosë për njerëzit më të mirë të kësaj shoqënie që do t'ju udhëheqin 4 vjet të ardhshme, dhe uroj të kemi festë me 28, po jo të kemi jo festë me goma, se masanena ma shumë po përngjojnë do fise aziatike se sa në një shtet evropian. Se cili e ka drejtën e vetë, më besun në çfarë do lloj. Po jo me goma dhe ty i bashkëngjitem. Për ty gomat janë problem. Vetëm gomat, vetëm çoçit mesazha ne. Oj dami trovizë. Jo që diçka po ambienti. Menzi po pres me po dorën zemër listat, edhe kisha dash me po risi në për lista. Mana goma. Nuk provohet festa djem. Ja, menzi po pres me po, uroj që me pas edhe prurje të reja gjitha partitë politike. I bashkëngjitem asaj të Muhametit që me pas figura kredibile, po gjithsesi edhe mos me gjyku njerëzit pa kur farë baze, ata që punojnë, angazhohen normalisht që ndërtojnë edhe kapital, ata të cilët nuk dojnë me i mojë 2 puna, i mojnë veç një, i kryjnë ato obligimet, nevojat e veta, kështu që me rëndësinë funditës Kosova me fitu edhe me ardhë ma në fund një konsenzus i gjitha partive politike. Jo i gjithave, por me u kryu një shumicë parlamentare e cila ka me kryu edhe një stabilitet politik për që edhe mos kemi blokada tjera. Kemi pushtetet, kemi opozitë. Ta ndërojmë që t'jallën blokade. Do të virim prapë. Faleminderit. Faleminderit shumë për prezencë. Ne do të kemi